Por ka ardhur sinqerisht një pikë që nuk mban më dhe nuk ka më kuptim që të gjithë ne qytetarët, që nga më i varfër, që nga më i largëti, që nga më i panjohuri, më i thjeshti, të paguajmë pasojat e këtij qeverisis në gjithë të 30 vite. Përgëzoj zotin Llapaj për mbështetjen që ka shprehur. Shpresoj që edhe alat, edhe opozitarët e tjerë të mbështesim një kandidaturë që vërtet është dhe përfaqëson qytetarët e këtij vendi. Dekreti i presidentit Bajram Begaj për të caktuar një datë zgjedhjesh për Bashkinë e Tiranës u konsiderua jo kushtetuese nga ana e gjykatës kushtetuese, që unanimisht pezulloi zgjedhjet në këtë bashki. Sa kaq, kandidati i opozitës Florian Binaj në një reagim thotë se kurdo që të mbahen zgjedhjet, ata do të marrin pjesë me vullnet për ndryshimin. Ndër të tjera i shkruan: "Miqtë e mi, zgjedhjet e pritshme në Tiranë janë vetëm hapi i parë në rrugën e gjatë që ne po nisim. Kurdo që të caktohet votimi, ne do të marrim pjesë me vizion dhe vullnetin ton për ndryshim. Deri atëherë ju ftoj të punojmë çdo ditë për të ndezur në mendje dhe zemrat e qytetarëve besimin tek politika e ndershme, tek politika e punës, besimin se pushteti buron nga qytetarët dhe duhet të punojmë vetëm për qytetarët. Partia më e rëndësishme, partia më e fuqishme në botë është partia e qytetarëve." Shkruan ndër të tjera Florian Binaj. Editoriali Koha Jon.